Le ta fillojmë mbar. Kam folur më parë për përballjen me dyshimin, po kështu kam folur edhe për gjërat themelore dhe bazike për besimin tek Perëndia, sidomos kur kemi sfida në jetë, si dhe për të mos e kaluar kohën kot për të zgjidhur gjërat. Dhe në këtë takim dua të flas për disa arsye se pse vuajmë dhe pse nuk mund ta kuptojmë gjithmonë. Ka disa gjëra që ne mund t'i mësojmë. Por në fillim dua të them se ju kurrë t'i besoni dikujt nëse nuk mendoni se ai është i besueshëm. Dhe kështu, për t'i besuar Perëndis, ne duhet të dimë më shumë për karakterin e tij. Studimi i karakterit të Perëndis është një gjë shumë e mirë dhe është faktikisht diçka që mua më pëlqen ta predikoj. Një nga gjërat kryesore në lidhje me Perëndin është se ai është i mirë. Nëse s'mund të kuptoni asgjë tjetër, kuptoni se djalli është i keq, Perëndia është i mirë. Amen. Mund ta bëjmë këtë. Dhe Perëndia tha: "Vë para teje jetën dhe vdekjen, të mirën e të keqen. Zgjidh jetën që ti dhe pasardhësit e tu të mund të jetojnë." Tani, Perëndia është sigurisht sovran dhe ai mund të bëjë çdo gjë që dëshiron kurdo që dëshiron. Por Perëndia i dha njeriut zgjedhje të lirë dhe njeriu hapi derën që mëkati të hynte në botë duke bërë zgjedhje të gabuara. Perëndia nuk donte një tuf robotësh që ta donin atë e t'i bindeshin me detyrim. Ai donte që të bënim zgjedhje të drejta. Dhe kështu, në këtë takim dua të flas për pyetjen se pse kaq shumë njerëz përpiqen, sidomos njerëz që ndoshta kanë shumë, përpiqen të gjejnë arsye për të mos besuar tek Perëndia, të gjejnë arsye për të mos i shërbyer atij. Por edhe në mendjen dhe zemrën e besimtarëve mund të hyjnë mendime si: nëse Perëndia është i mirë dhe ne mund ta besojmë, atëherë pse kemi kaq shumë vuajtje në botë sot? Pse gjëra të këqija u ndodhin njerëzve të perëndishëm e të mirë? Joyce, a i shkakton Zoti vuajtjet? Më pyesin shpesh kështu. E po, nëse nuk i shkakton Perëndia, është ai që i lejon. Nëse ai është sovran dhe mund të bëjë çdo gjë, atëherë pse nuk e ndal abuzimin e fëmijëve dhe sëmundjet dhe uri në botë dhe gjëra si këto? Pse vuajnë fëmijët e vegjël nga kanceri? Pse ndonjëherë të mirët vdesin të rinj, ndërsa njerëzit e këqij jetojnë më gjatë? Pse humba punën dhe pse humba pensionin? Pse vdiq fëmia im kur po lutesha që ai të shërohej? Pse mund ta bëjë një person të çmendet nëse ai nuk arrin të gjejë përgjigjen? Dhe një nga gjërat që unë po përpiqem ta bëj shumë të qartë në këtë takim është se duhet të bijem rehat duke mos ditur. Nëse s'më keni dëgjuar më parë, dua që ta dëgjoni këtë, dhe në më keni dëgjuar, dua ta dëgjoni përsëri. Ne duhet të bijem rehat duke mos ditur, sepse kjo është pjesë e shërbimit ndaj Perëndis. Edhe kur ne nuk e dim, ai e di. Nëse i kemi përgjigjet, s'do të kishte arsye të besonim Perëndin. A e kuptoni këtë? Nëse i kemi përgjigjet, ajo që e bën Perëndin Perëndi është që ne nuk i dim ato që ai di. Nëse do të dinim aq shumë sa di ai, atëherë do t'i kishim vetë gjitha përgjigjet. Kështu, ne gjithmonë do të kemi pyetje të papërgjigjura dhe në jetën tonë do të na ndodhin gjëra ne dhe njerëzve të tjerë, të cilat truri ynë nuk do të arrijë t'i kapë, dhe neve do të na duhet të rehatojmë e të themi: Perëndi, unë nuk e di përgjigjen, por të besoj ty. Dhe besoj se kur mua të më duhet një përgjigje, ti do të më japësh. Nëse përpiqemi të përgjigjemi këtyre lloj pyetjesh, nëse ju do të më bënit mua këto pyetje, ja se çfarë do t'ju thosha: unë nuk e di. Dhe mendoj se një nga gabimet më të mëdha që bëjnë mësuesit dhe predikuesit është se përpiqen të përgjigjen pyetjeve që nuk dinë se si të përgjigjen. Sepse mendojnë se duhet të duken të zgjuar. Dhe t'ju them të vërtetën, unë nuk i kam përgjigjet për të gjitha këto pyetje,
po them ka disa përgjigje që unë mund t'ju jap dhe në këtë takim do t'ju jap disa arsye se përse vuajnë njerëzit. Nëse ka diçka që mund të bëjmë për atë gjë, duhet ta bëjmë, ne mund të mësojmë nga gabimet tona e të bëjmë ndryshime. Por unë nuk i kam të gjitha përgjigjet. Por do t'ju them atë që unë di. Unë di se e di që e di se e di që Perëndia është i mirë. Unë e di këtë. Dhe fakti që ndodhin gjëra të këqija nuk do të thotë se ne kemi ftesën për të fajësuar Perëndin. Arsyeja pse ndodhin gjëra të këqija është se mëkati është në botë. Nuk është domosdoshmërisht mëkati ynë personal dhe mund të jetë, të jemi sinqert, ndonjëherë ne kemi probleme në jetën tonë nga që bëjmë gjëra të marra. A është ndonjë nga ju dakord me mua për këtë? Po them ndonjëherë ne thjesht vërtet, sa më mirë do t'ishte jeta jonë për shembull, nëse thjesht do të ndiqnim paqen. Unë vë para teje jetën dhe vdekjen. Zgjidh jetën që ti dhe pasardhësit e tu të mund të jetojnë. Sa herë ne bëjmë zgjedhje të gabuara dhe kur e futim veten në telashe, duam që Perëndia të na nxjerrë prej tyre e nëse ai se bën ne zemërohemi me të. Sepse harrojmë se nuk ishte ai që na tha ta bënim atë. Kjo s'do të thotë se e humbasim marrëdhënien me Perëndin, madje s'do të thotë se ai është i zemëruar me ne. Por ne duhet i hedhim një vështrim të freskët asaj që Bibla na thot, sepse ai që mbjell për mish të tij do të korr nga mishi i tij prishje dhe shkatërim, por ai që mbjell për frym do të korr nga fryma e jetë të përjetshme. Dëgjoni, Perëndia na do dhe kjo nuk bazohet në gjërat që ne bëjmë apo nuk bëjmë. Dhe kur e fusim veten tonë në telashe, Perëndia lëndohet më shumë nga sa lëndohemi ne. Po ju them diçka, nëse keni një fëmijë që ka probleme, unë dëgjova një deklaratë vërtet interesante. Një nën s'është kur e lumtur kur fëmia nuk është i lumtur. Po ju them, kur fëmijët janë të lënduar, e kemi më mirë të vuajmë ne se sa t'i shohim ata të kalojnë gjërat që kalojnë, dhe sidomos kur ndodh për shkak të zgjedhjeve të tyre të gabuara, ne mendojmë sa do të doja ta hapja kokën që të fusja në të vërtetën dhe nuk e di pse nuk më dëgjon kurrë. Por ndonjëherë ne duhet të sprapsemi dhe t'i lejojmë fëmijët tanë që ata ta zbulojnë vetë. Kjo është ajo që Perëndisi duhet të bëjmë me ne. Ai na thosë se çfarë të bëjmë. Nëse nuk e bëjmë, ai përsëri na do. Por funksionon një parim këtu në tokë, që nga zanafilla e deri në fundin e kohërave, që është ky. Nëse mbjellim fara të mira, do të kemi rezultate të mirë. Nëse mbjellim fara të këqija, do të kemi rezultate të këqij. Kështu po, disa nga problemet tona janë pasojë e mëkatit ton, por kur unë kam probleme në jetën time, tashmë e kam një marrëdhënie aq të mirë me Perëndin sa të shkoj tek ai e t'i them, a kam bërë unë diçka që i ka hapur derën problemit? Sepse unë dua të mësoj, ndonjëherë mund të veproj si e marr, por të mos e kuptoj se po e bëj. Ndonjëherë unë kam bërë diçka që Perëndia duhet të ma tregoj, sepse sinqerisht ndonjëherë ne bëjmë gjëra dhe i bëjmë ato aq shpejt sa që nuk e kuptojmë se i kemi bërë ato gjëra. Një natë unë e kisha shumë të vështirë të flija dhe të doja ta kisha pyetur Perëndin më shpejt, por prita deri në 5 të mëngjesit. Por rrotullohesha në shtrat gjithë natën. Perëndi, çfarë nuk shkon? Dhe po them, menjëherë, ai më tregoi dikë me të cilin isha sjellash për një ditë më parë. Dhe ajo gjë ndodhi aq shpejt dhe unë e kalova aq shpejt sa që as nuk më kujtoi se e kisha bërë. Dhe vërtet ishte diçka që unë duhet t'i kërkoja të falur atij personi, dhe kjo s'do të ndodhte sikur të mos i kisha kërkuar Perëndis të më tregonte atë që kisha bërë, dhe kështu me mirësinë e tij, thoni të gjithë mirësi. Me mirësinë e tij, ai po më trazonte gjumin derisa të bëhesha aq e zgjuar sa të thosha, çfarë po më ndodh? Dhe ai të më tregonte, jo të më bënte të ndjesha keq, por që të merresha me atë problem. Kështu, është zgjuarsi që ndonjëherë ne të themi, Perëndi, a e hapa një derë këtu? A është diçka që unë kam bërë që ti do të më tregosh? Nëse ai nuk ju tregon asgjë, atëherë mos filloni një ekspedit gërmuese, duke u përpjekur të zbuloni se cili është mëkati që e shkaktoi atë problem në jetën tuaj. Apo më dëgjoni? Kjo është gjëja më e keqe që mund të bëni, po Perëndia po më ndëshkon. Ose duhet të kem bërë diçka të gabuar. E dini çfarë? Perëndia do t'ju bëj të ditur nëse ka diçka që duhet ta shihni, dhe nëse nuk ju a tregon, nuk ka përse të përpiqeni ta zbuloni vetë. A mund të thoni amen? Dhe kështu, ndonjëherë,
mëkati ynë na i shkakton problemet tona. Shumë herë, mëkati i njerëzve të tjerë na shkakton në dhimbje dhe trishtim. Nuk ishte mëkati im ai që e shtyu ultimatum më abuzonte seksualisht. Ishte mëkati i tij. Dhe unë thjesht isha aty dhe u lëndova. Ishte pasiviteti i mamasime apo refuzimi i saj për të bërë detyrën e të bënte diçka për të, ai që më shkaktoi dhimbje. Dhe po, kjo ishte e padrejtë, po, ishte shumë e padrejtë. Por ja dhe lajmi mirë. Kur një person është aq i rritur sa të bëjë zgjedhjet e tij, zgjedhja e keqe e Timeti më lëndoi mua. Dhe do të doja që Perëndia të më nxirrte prej andej, por ai se bëri, sidoqoftë kur unë isha aq e rritur sa të bëja zgjedhjet e mia. Çdo zgjedhje e mirë që unë bëja, filloi të më kompensonte zgjedhjet e gabuara që ai kishte bërë. A më dëgjuat? Kështu, në vend që të kaloni gjithë jetën të zemëruar dhe të hidhur nga që dikush nuk ju ka trajtuar mirë, dhe të kaloni gjithë jetën duke u përpjekur të gjeni arsyen, pse nuk ja lini gjithçka Perëndis? Dhe ti besoni atij të bëj diçka tjetër që unë e di se ai e bën. Unë e di që ai e kthen çdo gjë për mirë në jetën tonë, pavarësisht se sa e keqe është, nëse ne i besojmë atij. Kështu dy gjëra di unë për Perëndin. Perëndia është i mirë. Djalli është i keq, Perëndia i mirë, dhe pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tonë, nëse i besojmë Perëndis, ai do ta marrë atë dhe do ta kthej për të mirën tonë dhe për përfitimin tonë. S'ka pse të jetë e mirë për Perëndin që ai ta kthej për mirë. Amen. Dhe kështu, i matë më lëndoi, siç janë lënduar shumë nga ju janë keq trajtuar. Dhe ndoshta vazhdojnë të keq trajtohen. E dini, ne jemi në botë dhe ka shumë njerëz të këqij në botë, që janë egoist dhe egocentrist, dhe sinqerisht edhe ne lëndojmë njerëz ndonjëherë dhe nuk e dim që e kemi bërë, apo kur ndodh të jetë ndonjë ditë kur ne se vrasim mendjen nga që po kalojmë vetë diçka dhe nuk jemi të ndjeshëm ndaj mënyrës si ndihen të tjerët. Dhe kështu, jo çdo gjë shkon gjithmonë ashtu siç dëshirojmë ne të shkojë, por kjo nuk e bën Zotin të keq. Pra ne mund të vuajmë për shkak të mëkatit ton, mund të vuajmë për shkak të mëkatit të dikujt tjetër, ose shumë herë dhe vërtet ndodh shumë shpesh, ne thjesht vuajmë për shkak të parimit të mëkatit që është në botë. Dua të them, është thjesht nuk mendoj se e imagjinojmë dot, se sa ndryshe do të ishte në atmosferën e qiellit krahasuar me atë në të cilën jetojmë këtu. Nuk mendoj se arrim ta kuptojmë dot presionin në të cilin jetojmë, apo shtypjen që është kudo rreth nesh. Po ju them diçka. Nëse ju punoni në një profesion kudo ku jeni dhe punoni me shumë njerëz që nuk janë besimtarë dhe ku ka shumë thashë theme dhe kriticizëm dhe ka shumë ankesa dhe mërmëritje, ka zënë, ka fajësime, e dini shumë njerëz kanë pirë një natë më parë dhe kur janë në punë janë të zemëruar sepse nuk kanë fjetur mirë. Nëse keni punuar atje prej 5 vitesh dhe keni ardhur të punoni për mua, një nga gjërat që u them punonjësve tanë dhe ata e kuptojnë është se atmosfera në punë ndryshon, sepse çdo vend pune ka një kulturë. Dhe kështu, ne kemi ngritur një kulturë në shërbesën Joyce Meyer, të jemi pozitiv dhe të jemi të aftë i besojmë njëri tjetrit, të jemi të lumtur dhe të mos shkaktojmë grindje. Nëse dikush shkakton grindje, ai nuk do të punojë më për mua, sepse nuk mund të ketë grindje dhe sukses në të njëjtën kohë. Amen. Dhe një nga gjërat që pastor Majku bën është se ai bën mësime të vazhdueshme sipas departamenteve mbi vlera thelbësore në shërbesën Joyce Meyer. Nëse do ta bëni diçka, ose bëheni siç duhet ose mos e bëni fare. Të jeni njerëz të shkëlqyer, sepse Zoti është i shkëlqyer. Të jeni njerëz me integritet, të mbani fjalën, të bëni atë që thoni se do të bëni. Të përdorni urtësi me paratë e Perëndis, paratë që ai na jep, s'duhet t'i harxojmë kot, por me urtësi, dhe ta mbajmë grindjen jashtë jetës sonë personale, dhe ta mbajmë grindjen jashtë shërbesës. Nuk ka kuptim që unë t'i lutem Perëndis të bekoj shërbesën nëse nuk do të bëj këto gjëra thelbësore që ai më kërkon të bëj. Po ju them diçka, ka shumë shtëpi që janë të mbushura me grindje.
Mund të vini në kishë të buzëqeshni sa të doni dhe të vini maskën e kishës sa po të jeni në parking. Lavdi Perëndis, faleminderit Jezus, jemi të lumtur, ura, ura, ura. E të grindeni gjithë rrugës për në shtëpi. E po, kjo është, e dini... Forca, unë dhe Devi e kemi bërë këtë, e kemi bërë për shumë vite. Grindeshim rrugës për në kish, po them më kujtohet që qëndroja aty ku ulej dhe pastor Charlesi, a i ishte vendi im në kishën ku unë shkoja vite më parë. Më kujtohet që ngrija duart lartë duke kënduar fjalët në ekran dhe me vete mendoja. Nëse Devi mendon se do t'i gatuaj ndonjë gjë për të ngrënë, do ta ketë punën edhe më keq. Sjellim sakrificën e lavdrimit në shtëpin e Zotit ton, hop, hop, hop. Sa nga ju e din këtë këngë, forca. Tani për qafo dikë dhe thuaj se e do me dashurinë e Zotit. Dhe unë mendoja, nëse shkojmë në shtëpi dhe a i qea të ndeshjen idiote të futbollit edhe njëherë, një të diel tjetër, do të ketë luftë në shtëpi. Kështu, po them se ky është një budallallëk tjetër i fetarizmit. Vërtet, ajo që po bëjmë është se po hapim derën për armikun me gjithë këto gjëra. Dhe kështu, ekziston mëkati ynë personal, ekziston mëkati i njerëzve të tjerë, ekziston dhe parimi i mëkatit në botë. Dhe kështu, ne thjesht sa arrim ta kuptojmë. Po them, unë thjesht nuk dua të largohem para orosime, por pres me padurim të shkoj në qell. Dhe thjesht të shoh sa e mrekullueshme do të jetë, sikur të mos lëndohemi asnjëherë. Amen, nga askush. Unë bëj 4 kilometra në ditë dhe kjo është një nga gjërat që më ndihmon të jem e fortë dhe vajza ime erdhi të fliste me mua një të diel 2 javë më parë. Diçka po e shqetësonte, e kishte lënduar atë dhe tha, si ndjesh sot? E dini, në 3 vitet e fundit kam zvendësuar legenin. Është e mrekullueshme që sot kur e dëmtoni një gjë mund ta zvendësoni. Po them, mjekët mund të zvendësojnë çdo gjë sot. Ata mund të zvendësojnë shpatullën, mund të zvendësojnë kaviljen, të zvendësojnë gjurin. Po, mund të bëjnë transplant zemre, është e mrekullueshme, thjesht. Si dhe qoftë, kur të vi ora juaj, nuk mund të bëni asgjë. Por gjithsesi, kështu, e dini, kam pasur probleme me shpinën disa herë gjatë jetës, bla bla bla, kjo është pjesë e jetës. Dhe kështu, diçka e kishte lënduar atë dhe ajo e përmendi dhe tha, mama, si e sot, është do gjë në rregull? Unë thash, nuk e di, është gjithmonë diçka, një gjë apo një tjetër, nuk i kushtoj më vëmendje e vazhdoj punën. Dhe kështu, ne as që nuk e dim se si do të jetë, kur të kemi një trup të lartësuar, e të mos na dhëmbë asgjë, apo të mos kemi asnjë shqetësime, të jemi në një atmosferë ku ka një besim të plot dhe një dashuri absolute. Kështu, po ju them diçka. Është pak e vështirë të jetojmë në këtë botë dhe të mendojmë se jemi të lumtur ndonjëherë për shkak të gjërave të këqija që ndodhin rreth nesh. A mund të thoni amen për këtë? Po them, nëse shihni televizor sot, më mirë ta mbani telekomandën në dorë për t'i kaluar shumë shpejt gjërat që nuk doni të elmojnë shpirtin tuaj. Faleminderit për reagimin e mirë. Kështu ka shumë arsye se përse na ndodhin gjëra dhe ne mund t'i kërkojmë Perëndis shpjegime për disa nga ato gjëra, por asnjëherë nuk do t'i marrim përgjigjet për të gjitha ato gjëra. Kështu. Thoni Perëndia është i mirë. Djalli është i keq. Dhe Perëndia nxjerr më të mirën nga çdo gjë nëse i besojmë atij. Sa nga ju këtu besojnë se e kam përjetuar këtë në jetë? Unë e kam parë këtë vazhdimisht. Në rregull, le të flasim për disa nga arsyet pse vuajmë. Sa nga ju duan të eliminojnë të paktën disa gjëra nëse munden. Amen. 1 Thesalonikasve 5:18, për çdo gjë falenderoni. Wow, pavarësisht se cilat janë rrethana tuaja.
Jini falenderues dhe mirënjohës, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju që jeni në Krishtin, ndërmjetësuesin e këtij vullneti. Të qenit falenderues për atë që tashmë kemi. Na ndihmon të kapërcejmë ato periudha kur nuk kemi atë që donim të kishim. Po e them përsëri, të qenit falenderues për ato që tashmë kemi. Na ndihmon të kapërcejmë periudhat që janë të vështira, nga që ne kemi nevoja që endes na janë plotësuar. Fjalët tona të mirënjohjes, e kam shkruar këtë dhe e kam nënvizuar sepse e kam thënë unë dhe më pëlqen. Fjalët tona të mirënjohjes përballë vuajtjeve, sidomos vuajtjeve të padrejta, janë një provë e fortë e besimit ton tek Perëndia, më tepër se sa çdo gjë tjetër. Kur po kalojmë diçka të padrejtë, një padrejtësi, diçka jo të mirë, që nuk është e drejtë, dhe përsëri mund ta falenderojmë Perëndin ato ditë dhe të jemi të sinqertë. Mirënjohja është një provë e fortë se i kemi vënë besimin tek Perëndia. Psalmi 103:20 thot se ëngjëjt i binden fjalës së Perëndis. Dhe ata nuk u binden ankesave. Ne kemi shumë ëngjëj që mund t'i vëmë në punë në jetën tonë, duke u ankuar shumë më pak dhe duke falenderuar shumë më shumë. Ne do të bekohemi shumë më shumë nga sa mendojmë se mund të bekohemi shumë herë. Amen. Perëndia s'donte kurrë që njerëzit të vuanin. Kur ai vuri Evën dhe Adamin në kopsht, ai kishte plane të mrekullueshme për ditë të mira dhe të gëzueshme. Nuk e prishi Perëndia këtë, ishin njerëzit ata që e prishën. Nuk duhet të fajsojmë Perëndin për gjërat për të cilat ai s'është përgjegjës. Mos thoni asnjëherë kur të keni një problem, e po Perëndia nuk më do mua. Mos e thoni kurrë. Tek Romakëve 8 thuhet mos lejoni asgjë që t'ju ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus, as ngushtica, as përndjekja, as gjërat që duken të padrejta. Mos thoni kurrë Perëndia nuk më do. Vetë fakti që ai dërgoi Jezusin të vdiste për mëkatet tona është provë mjaftueshme se ai na do deri në ditën e fundit. Dhe unë e di se ka shumë njerëz, sidomos që më shohin në ekran, që ndoshta nuk din nga Bibla aq shumë sa njerëzit që janë në këtë sallë. Sinqerisht jam e kënaqur që jam këtu, tu predikoj atyre dhe të qenit këtu është e rëndësishme, por edhe ju në shtëpi jeni të rëndësishëm. Dhe një nga arsyet kryesore pse po e bëj këtë është për shkak të numrit të madh të njerëzve që ne prekim sot përmes medias. Dhe unë dua që ju të dini se pavarësisht se çfarë po kaloni tani, Perëndia ju sheh, ai ju njeh dhe ai merakoset për ju. Ai ka një plan të mirë për jetën tuaj dhe nuk është Perëndia burimi i problemeve tuaja, por vjedhsi, Satani, që vjen veç për të vrarë, vjedhur e shkatruar. Por Jezusi tha, unë kam ardhur që të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk, plot e përplot derisa të derdhet. Dhe Perëndia do t'ju ndihmojë nëse ju e lejoni. Mirë, ndonjëherë ne friksohemi kur ka një stuhi të paparashikuar dhe jo të gjitha stuhit parashikohen. Por e dini çfarë, nuk ka frikë në qiell. Perëndia ka një plan të përsosur për ne pavarësisht sa keq janë gjërat këtu. Dhe ajo që duhet të bëjmë është t'ia besojmë atij jetën tonë. Dhe të jemi aq të guximshëm sa të lutemi, Perëndi nuk e di përgjigjen, por unë të besoj ty, se nëse dhe kur të më duhet një përgjigje, ti do të ma japësh atë në kohën tënde.